Përshëndetje miq dhe mikesha, sigurisht ne jemi këtu të Shtëpia Vjetër. Sigurisht ne e falenderojmë për çdo ambient të Shtëpia Vjetër që ne kena mundësi të bëjmë vitet këtu. Sigurisht ne nuk kemi pas dhe shumë kohë për të komentuar dy gjysmëfinalet ku Francë, Spanjë dhe Anglia, Argjentinë, të cilët janë lutur me datën 14 dhe 15 korrik. Sigurisht unë kam shumë për të bisedu, prandaj duhet të uleni, duhet të qetësoheni, sepse video ime do jetë pak e gjatë realisht, por sigurisht nuk ka asnjë problem sepse në këto ditë të nxehta të Shtëpia Vjetër vjen me birrën Epos, birrë shqiptare sigurisht, dhe normal ne shijojmë këtu te Shtëpia Vjetër çdo ditë, çdo masdite, sepse tash këtu ke Shtëpia Vjetër është një risi nga ne, sepse ka pak ditë që kemi vendosur që jetë edhe birra Epos pjesë e familjes së madhe të Shtëpia Vjetër. Faleminderit birra Epos që je prezent te Shtëpia Vjetër. Sigurisht në gjysmëfinale Franca u përball me Spanjën dhe normal rezultati ishte jo i habitshëm nga ne, po duke pa rezultati ishte 0-2 në favor të Spanjës, ku sigurisht Spanja të dielën ka finalen, ku ndeshja tjetër gjysmëfinale Anglia dhe Argentina përfunduan 1-2. Absolutisht në ndeshjen Francë-Spanjë do të shohim pak edhe gabimet, edhe të mirat, edhe çdo lloj gjëje. Unë jap absolutisht një merit absolute Spanjës, deri në ndeshjen sigurisht ka pas një merit absolute Spanja me fitoren ndaj Portugalisë në ato minutat fundit, por në ndeshjen me Francën, Spanja ka qenë tjetër ekip, tjetër lojë, çdo lloj gjëje. Nuk e di, ndoshta mendoj, unë kam thënë edhe në videot e mia më përpara ku te Franca po t'jem trajneri i Spanjës, mund të shikoni videot sigurisht dhe ta vërtetoni. Po t'jem trajneri i Spanjës, unë Francës i mbuloj Olizen edhe Dembelen. Sigurisht Mbappéja do një, po minimalisht këto dy persona do të mbuloja dhe me sa shoh, sepse Mbappéja normal që do një mbulim sepse është shumë i frikshëm, por me sa duket trajneri i Spanjës një gjoj edhe Olizen dhe Dembelen ishte bloku, sigurisht me Mbappén përsëri ishte mbulimi 1-1, por duke qenë se Mbappéja nuk u furnizonte shumë me topa, kur e merrte topin sigurisht edhe humbte. Kam ngel i shgënjym nga ajo, sepse në vitet më përpara kam thënë Franca është një përbindësh, mendoj që përbindësh që u fiksu, ose nuk e di, ndoshta e kapi në gjë dhe përbindeshi nuk ishte më përbindesh, ose ndroi rrugë, sepse Franca ka bërë 90 minutë në mod shpifur të Kupës Botës 2026. Për mendimin tim, sigurisht, unë këto video i bëj për qefin tim, për kënaqësinë time, dhe ju nëse keni dëshirë mund të shikoni dhe mund të dëgjoni opinionin tim. Sigurisht disa video janë shumë gjata dhe nëse jeni të ikë për plazh mund të vendosni aty ke makina dhe mund të dëgjoni opinionin tim. Franca nuk ishte ajo që prisja. Unë prisja një Francë shumë të mirë fizikisht, teknikisht, taktikisht, gjitha aspektet. Kjo nuk më pëlqeu. Ndoshta ishte Franca keq, por ishte Spanja shumë mirë. Spanja i kishte studiu çdo lloj gjëje kishte studiu super. Dhe por absolutisht Spanja e ka merituar lojën, fitoren e lojës, kualifikimin finale dhe jashtëzakonisht mas disa neshjeve unë i uroj shumë suksese në finale Spanjës, se vërtet e ka merituar. Një ekip i bashkuar, një ekip që luftonin gjithë për edhe gjithë ato që prisnin që Spanja t'ishte për Lamine Yamalin, realisht edhe Lamine Yamali ka luajtur shumë për grupin, për ekipin. Më pëlqen shumë se janë një familje. Nuk kam çfarë të them për Francën, sepse për mua ishte një ekip, një ndeshje që duhet harru dhe një dështim, absolutisht një dështim. Kjo të bëj gjithë ato ndeshje
ti mbylli gjitha neshët mrena 90 minutave dhe këtë neshët ta humbi kështu nuk e kisha pa. Por në disa videot e mia kam thënë që duhet pa dhe kjo gjë, se si do ndjehet Franca kur të kalojë në dizavantazh, si do luaj Franca me ekipet e mëdha, ç'a do bëj, sepse ne e dim edhe Norvegjin që e kishte shumë të fortë, shumë lojtarë të Norvegjisë i la pushim trajnerit tyre për që ta kishin neshën për pjesët play-off. Prandaj unë për Francën nuk kam ç'a të them, një Mbappé që dështoi, një Dembélé, një Rize që nuk kishin, nuk e di, nuk shifshin as çdo gjë. Për mendimin tim, jo për mendimin tim, po realisht Spanja ka merituar neshje dhe i urojmë shumë suksese në finale. Francës i urojmë suksese në vendin 3-4. Ndërsa ndeshja tjetër ka qenë Anglia-Argjentinë. Sigurisht unë në videot e mia më përparshme kam thonë që një merit absolute që Anglia po ecën mirë është merita e Tuchel. Por duhet bëj një korrigjim ndaj vetes edhe sigurisht ndaj edhe ato tjerët janë akoma dhe më profesionistë se unë, që në momentin që Anglia ishte 1-0, me zëvendësimet që bëri trajneri Tuchel dështoi. Por nuk duhet të jesh meritën trajnerit të Argjentinës që me zëvendësimet që bën, sigurisht unë jam interist dhe këtë e din gjithë, me zëvendësimet që bën me Lautaro Martinez që me kapitenin e Inter tim bënin mrekullin dhe ja kthejnë neshën nga 1-0 1-2. Për mendimin tim, normal që FIFA albitet kanë atë mënyrën e tyre të mbrojtjes, falla, gjërat, sepse pa dalë dhe pa të thënë shumë gjona që Anglia në momentin që u bë goli 1-2 duhet ishte fall për Anglinë. Ato nuk na takojnë as ne as gjë. Janë ato albitrat, shikojnë albitrat, bëjnë gabim, bëjnë mirë albitrat, është punë për albitrat. Se kur japin penallti, albitrat janë të mira për ekipet e tyre. Kur nuk japin ose kur nuk shohin diçka janë këqij. Prandaj unë absolutisht ne këtu të shtëpia vjetër kena shiju në 4 televizore dhe një projektor, gjitha neshjet e Kupës Botës sigurisht, por domethënë Francë, Spanjë dhe Angli, Argjentinë kanë qenë tjetër dimension, sigurisht. E sidomos pjesën e dytë, mas minutës 60, ne kemi shiju jashtëzakonisht shumë. Sigurisht ne përveç birrës shqiptare Epos që kemi fut dhe po e shijojmë dhe po e testojmë këtu të shtëpia vjetër normal, ne shijojmë çdo lloj neshje me birrën Agostiner, me mbretëreshën e birrave gjermane. Absolutisht do të them që merit për kualifikimin e Argjentinës ka trajneri me zëvendësimet dhe dështim ose faj kryesor për mendimin tim i jap trajneri Tuchel, edhe pse kam pas shumë besim ka ai, për mendimin tim ka bërë shumë dështim, shumë gabime ka bërë për zëvendësimet që bën. Të rri një ekip si Anglia, të rri 35, 40 minuta, 45 minuta më shumë, të rri në mbrojtje me një ekip si Argentina, ku ti ke super fuqi dhe ke super lojtarë që nuk janë ndinë për frymën, nuk e di. Për mendimin tim gabimi është absolut i trajnerit. Me sa mora vesh dhe me sa lexova lajmet, Anglia i ka shtu kontratën deri në 2028 për Europianin. Okej, ne i urojmë shumë fat Tuchel, por unë personalisht nga gjithë meritat që i kam dhënë, jam shumë i zgënjur. A gabohet? Absolutisht që gabohet, nuk duhet të them që nuk gabohet, por jo në ato lloj ndeshjes. I urojmë shumë fat Argentinës në finale, sigurisht lojtarit tim preferuar, kapitenit tim të zemrës Lautaro Martinez, i urojmë shumë fat. Në të shtunën datë 18:23:00 luhet Franca-Angli. Ne shijojmë këtu në 4 televizore dhe një projektor, sigurisht luhet në orën 23:00 dhe sigurisht mendoj dhe besoj që do ketë shumë gola, shumë atmosferë sigurisht, por do jenë formacione të ndryshme, sigurisht do ndrohen si formacione, absolutisht. Po mendoj që vetëm Harry Kane dhe Kylian Mbappé do të jenë kryesor këtu te Angli-Francë. Ndërsa në datën 19 korrik, orën 21:00, po të shtëpia vjetër në 4 televizore dhe një projektor, ne do shijojmë super finalen. UEFA dhe FIFA kishin përgatitur vitin që kaloi të bënin një super kup mes Argjentinës dhe Spanjës, ko sigurisht për disa probleme siç jo luftra dhe gjëra nuk arrit të bënte, ku direkt mas një viti në këto lloj u arrit që falë super lojës Spanjës dhe super lojës Argjentinës,
ku theksojmë pak që normal Argentina ka pas edhe pak ndimesa, pak se shumë ndimesa, ne do shijojmë një super finale. Spanja-Argentinë në orën 21:00. Të gjithë ndoshta shumica në storyt e mi që kam bë në Instagram edhe në YouTube, ndoshta edhe në TikTok që kam bë, shumica pretendonin që do të ishte një Francë-Angli në finale, ku fituese do të ishte Anglia. Tash ne do bëjmë prap një story tjetër ku do themi kush fiton vendin e tretë, kush do jetë për vend 3-4, Franca apo Anglia, dhe prap do vendosim se kush ishte. Ndërsa do kisha shumë dëshirë që ju nëse keni mundësi të komentonit se me kë bëni tifo si për vendin e 3-4 si edhe në finale. Unë personalisht këtë kampionat botëror kam deklaruar kam qenë me Brazilin, por nuk priqja shumë nga Brazili. Sigurisht jam fan si Cristiano Ronaldos, priqja shumë edhe nga Cristiano Ronaldo, por që pas humbjes së Portugalisë me Spanjën, sigurisht unë i kam shiju dhe i kam jetuar çdo moment të ndeshjes sepse nuk bëhet tifo për askënd. Për vetë momenti që kisha shumë dëshirë Francën që të arrinte në finale, por jam kënaq dhe kam festuar jashtëzakonisht shumë në momentin që Lautaro Martinez shënoi atë gol 1-2 me Anglinë. Sinqerisht, shumë urime Spanjës dhe Argentinës, fitoft më mira. Ne do ta shijojmë siç u thash të shtëpia vjetër, në shoqërinë e birrës më të mirë gjermane Augustiner Birr, e lëngjeve të freskëta, akullores, kafes Costa d'Oro, ne do shijojmë çdo moment. Sigurisht do shijojmë edhe birrën shqiptare Epos. Ju mi presim dhe të shijojmë çdo moment. Jeta është e bukur miq. Ju mi presim këtu te shtëpia vjetër. Faleminderit që shikoni videot e mia, faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim në YouTube Kol Kamshi, faleminderit që komentoni dhe faleminderit që në thojza më ngacmoni pak me pyetje për ndeshjet, për lojtarët, për çdo gjë. Faleminderit shumë dhe ju mi pres çdo moment të shtëpia vjetër. Faleminderit. Do shikojmë dhe do flasim për post finales ose post vendit 3 dhe 4. Faleminderit shumë miq dhe mikesha.